Kjo është një dicitur, si mund të themi. Normalisht Chicago një maj ngelet jo festë, po protest. Por duke parë shtetin ton, domethënë forcat politike, se si e kanë drejtuar dhe menaxhuar këtë vend, mendoj se protestat duhet të jenë në këtë ditë të sotme. Në plan të parë. Ndërsa, për sa i përket arsyes pse nuk ka protestë dhe ka pikniqe, ne gjithë rrugës kemi parë njerëz keq trajtohet dhe gëzojnë dielli dhe natyrën. I themi për arsyeën e thjeshtë sepse vetë forcat politike, krerëve të sindikatës ju kanë dhënë atë pasurinë dhe duke pasur pasurinë do të thotë që nuk mundet që ata të ngrihen në protestë ose njerëzit e pakënaqur të ngrihen në protestë, të heshtin. Sepse strategjia edhe trajnime që kemi bërë me të gjitha sindikatat e botës, nga Amerika me radhë gjën e Turqia, politikat ndjekin këtë rrugë. Afrojnë prona, domethënë pasuri, krerëve të sindikatës. Dhe nëse nuk e arrin këtë me krerët e sindikatës, atëherë kalojnë në kanalet e tjera. Do të thotë që deri në krijojnë konfederata sindikata paralele. Paralele një dhe këto që janë ekzistuese të merren me krerët e sindikatave. Nëse ata nuk josen, atëherë kanë rrugët e dyta. Domethënë deri në eliminimin fizik. Sindikatat, krerët e sindikatave të Shqipërisë kanë gjetur rrugën e bashkëpunimit me dy forcat politike. Aq sa arrin deri atje, dekorojnë kryeministra e kodiunë me radhë historikisht kjo punë. Normalisht unë kam bërë protesta në të dy krahat, edhe kur e ka pasur Partia Socialiste, edhe kur e ka pasur Partia Demokratike, jam ngritur deri në grevurie me pjesëmarrës më të shumtin nga sindikate minatorëve, me të cilit kemi pasur një marrëdhënie të shkëlqyer për arsye sepse shtresa më e diskriminuar dhe më vjen keq kur i shikoj që i kthejnë kurrizin diellit dhe vetëm ngrohen me atë varfëri mjerane që kanë dhe me ato pensione 150-170.000 lekë. Kështu që është skandal në këtë drejtim. Vetë krerët e sindikatave ose sindikatat duhet të rigjenerohen, pra duhet forcë sindikaliste nga poshtë, atë që unë jam munduar ta bëj tash duke ngritur sindikatën rajonale, pa patur mbështetje dhe ndikimin e sindikatave kryesore që janë Gëzim Kalaja, Kol Nikolla e me radhë, në mënyrë që të ngrihet një forcë re sindikaliste. Kjo është sipas sindikatës rajonale italiane, të cilat i kanë dhënë një forcë dhe një lëvizje që po të shikojmë lëvizje sindikaliste, Kombit Italian dhe edhe në Greqi edhe njërin tjetër, pra janë këto sindikatat rajonale. Pra është një risierë. Po mundohem që me këtë të afrojmë frymën e re sindikaliste.